Para 8 vitesh, vendosa të zbres nga këto shkallë për të mos u ngjitur më kurrë. Studiova për 4 muaj inxhinieri mekanike, mu deshte hiqa dorë. Fati e solli që unë të siguroja një bursë studimi në AGH në Poloni, një ndër universitetet më të mira në botë për minjerat. Gjithmonë e kam dashur tokën, prandaj vendosa t'ju kushtoj karrierën, t'ju kushtoj jetën. Së bashku me 100 minator unë hyj 1500 metra në tokë çdo ditë për të gërmuar lëndën e parë të kromit. Nuk jam inxhinier zyrash apo pedagog, më pëlqen toka, më pëlqen njerëzit e tokës. Prandaj kam vendosur të kandidoj këto zgjedhje me 25 prill. Do të garoj për tokën, për njerëzit e tokës. Do të kërkoj në parlament statusin e minatorit, që ata njerëz pas kaq vitesh të marrin trajtimin që aq shumë e meritojnë. Do të kërkoj shfrytëzimin më të mirë të pasurive tona, kontrata më të mira që shkojnë në përfitim të gjithëve ne. Do të nxisim punën për kërkim zbulim të burimeve tona natyrore të kromit, si dhe do të hartojmë projektligje për ngritjen e fabrikave përpunuese të kromit në vendin tonë, në mënyrë që përfitimi për të gjithë ne të jetë i prekshëm. Ndaj me 25 prill vota juaj do të jetë një detyrim dhe përgjegjësi për mua për të çuar përpara këtë vizion, këto vlera, për tokën dhe për njerëzit e tokës. Voto numër 7. Voto për nismën thurje.